E shishme duket edhe pjata që solli Antoneta së bashku me shef Fredonin, por unë dua të bëj një falenderim për shoqatën kombëtare të shefave të kuzhinës që ka mundësuar për gjatë kësaj jave, por gjithashtu do të mundsoj edhe për gjatë gjithë sezonit, pranin e shefave në studion ton, në programin ton. Dhe një falenderim gjithashtu shkon edhe për presidentin e kësaj shoqate, zotin Asim Prengëzaj. Mirë, ne do të vijojmë të flasim për shijen e mirë. Do t'ju sjellim sot, duke qenë se jemi edhe në prag të fundjavës, koktejlet, ato koktejlet e shijshme që të gjithëve ne na pëlqen aq shumë që t'i shijojmë, por ka raste kur nuk kemi të gjithë mundësi për të shijuar një darkë apo një moment për të dalë jashtë shtëpisë sonë, dhe do ishte mirë që këto koktejle, pse jo, t'i kishim ato pak element për t'i përgatitur edhe në shtëpi. Ndaj, me mua për të përgatitur edhe për të sjellë receta të ndryshme të këtyre koktejleve, do t'jetë edhe baristi Orgito Bali, i cili do të vi tani. Mirë se vjen, faleminderit shumë. Në barin tonë ne kemi të hapur prej orës 11 këtu në programin e jatë ne. Të ftoj të hysh në barin tonë, ku sigurisht do ta drejtosh ti, besoj që është një kënd ku nuk mungon asgjë? Jo. Si ekspert? Tani është thjesht një bar provizor. Apo asgjë? Asgjë, çdo gjë është në rregull. Atëherë le të themi po, patjetër. Bukur. Atëherë, arti i bartenderëve, miksologjia quhen artista të mëveshëm, edhe pse nuk është e shkruar në literaturë, sepse të krijosh ngjyra në gotë është njësoj si ai artisti që me të penelin pikturon në një tabu apo artistat në fakt e marrin në fjalën vet, edhe më pëlqen sepse kur janë ekspert të fushës kanë mundësi të flasin pafund, edhe këtë bëri dhe Orgito tani më. Menjëherë u pozicionua në këndin e tij edhe nisi të na tregojë më shumë rreth koktejleve dhe rreth artit, se si t'i kthesh ato në një art të vërtet për të sjellë shumë shije, shumë ngjyra, por në fund edhe për t'i shijuar çfarë është më e rëndësishme. Ke vite që merresh me? Atëherë un kam 5 vjet që merrem që në moshën 15 vjeçare, ka nisë dëshira ime për barin, domethënë e kam studiuar, kam lexuar, por që kam mësuar nga të tjerët. E rëndësishmja është që ta kesh me qef. Një profesion të cilën e dashuron e ke me qef, atëherë pse jo mund të mos bëhesh mjeshtër, le të themi. Unë kam 3 vjet, 2 vite pak që punoj si shef i banakut në një hotel, beach bar në shkamin e Kavajës, Don Pepe by Martinez. Mirë, por a është e rëndësishme që për të pasur edhe për t'i realizuar koktejlet në shtëpiat tona, nëse nuk kemi mundësi për të dalë? Po. A mundet t'i bëjmë, sepse na duket sikur nuk e realizojmë dot kurrë atë shijen që marrim në bar? Absolutisht. Atëherë, koktejlet e cilët mund të realizosh është sipas preferencës, me bazë alkooli ose me bazë jo alkooli. Atëherë, na mjaftojnë thjesht fruta, se besoj se çdo shtëpi ka frutat e saj, edhe e përzjedh vet. Pastaj, për shijen është quhet kombinimet. Duhet i kombinojmë shijet, patjetër, me disa përbërës, me disa fruta që cilat kemi, ndonjë çfarë na nevojitën në shtëpi, mund të krijojmë një lëng, një diçka të cilën mund ta kombinojmë. E qartë, por a bëjmë gabime ne kur tentojmë ti bëjmë në shtëpi? Okej, gabimi quhet... Dhe cili është gabimi, ë? Patjetër, një gabimet mund të jetë sheqeri, të cilin mund ta bësh nëse ti kërkon të ëmbël, po. Mund ta kërkosh të ëmbël, nuk mund ta lësh me ëmbëlsinë e frutave, po kërkon që ti hedhësh sheqer më tepër. Ajo mund në shije, në moment që ti kërkon ta gëlltisësh të ngel një shija sheqerit, sepse nuk është e trazuar mirë. Tek limoni, pastaj nëse varet e dëshiron të ëmbël të athët, farat e limonit absolutisht nuk duhet të jenë brenda në pije. Dhe këto janë disa gabimet që mund të bëhen. Tani do të na thuash se cilat janë ato pajisje që do të na duhen në shtëpinë për të mos gabuar dhe për të dalë një koktejl mirë. Shoh që është një squeezer ose shtrydhës. Atëherë, të kemi kujdes me terminologjinë për që më të kuptueshëm edhe për ata që na dieni, themi shqip. Mirë, atëherë një shtrydhës, limoni në këtë rast, apo lajmi, apo për një X për tjetër. Një shtypës, të thënë që t'jeti forcisë dur. A mund ta tregosh të lutem? Atëherë një shtypës si modelit të tjerë. Ky quhet shkopi mojitos. Domethënë në pjesën e bartendit quhet shkopi mojitos. Ka këtë forcinë e vet. Domethënë ose çekiç quhet ndryshe. Na duhet një
ti themi emrat shqip, sit, ishte shumë më mirë. një sit, të cilën e kollojmë, si që thash, farat e limonit, ose ato, më thënë, si janë që të vogla që nuk i lejon, që... Ato pa pastërtit e limonit, Mirë, e mirë ato që edhe me një, edhe me, po. Kjo është, më thënë, më ideale, për se besoj se duhet të keni në shtëpi një të tillë, po, patjetër. Dhe një shkop trazues. Le ta themi kështu. Ne kemi, le të themi, janë të gjitha element profesional me cilët ju punoni, me gjitha të edhe në shtëpia, edhe me ato të çfarë ne na gjenden, por thjesht jemi të kujdesshëm që një kullojse për shembull tjetë patjetër e imët në mënyrë të tillë që të mos lejoj ato pa pastërtitë e limonit apo edhe lajmit që të depërtojnë në pije. Mirë, sot ne do të sjellim disa receta për mënyrën se si mund të realizojmë koktejlet dhe jo me shumë alkool, se duke qenë se jemi edhe në orarin e paradites edhe nuk është e këshillueshme. Megjithatë, do t'i japim alternativat që edhe nëse duan të shtojnë diçka apo të shtojnë disi më shumë për darkën, për mbrëmjen, mund t'a shtojnë. Me çfarë do të fillojmë? Atëre, unë do të bëj një espresso martini për ty. Do t'a bëj, do me thënë, sepse unë kam mutuar dhe unë shurupin e sheqerit e kam gatuar vetë. Shurupin e sheqerit? Po, shurup sheqeri, është shurup kanë. Si e ti gatuar? është një pyetje që do të bënin të gjithë ata që se dëgjojnë? Atere, në qofse duhet të trashësi, sepse duhet të trash, që koktejlit marri, dhe na duhet sheqer kanë, i zi, ndryshe si ti, sheqer kaf. Sheqer kaf. Sheqer kaf, është raporti 1:1, ose më thënë një gotë e gjysëm sheqer dhe një gotë ujë, që të dali pak së më i trash. Mund të jedhim trëndafil. Karafil? Karafil, po. Dhe do më thënë mund të pra ato gosht dëzat e vogla të karafilit, po, duhet të rritë e pakta 2 orë që të ftohet, që të marri dhe trashësin e vetë, qëse shikon këtu që është, do më thënë, një trash. Po, e shumë. Atëherë duhet të kenë kujdes që në momentin ku sheqeri fillon edhe shkrin? Po, duhet të trazuar mirë. Derisa, më thënë, në një enë, të duket që poshtë nuk ka grimca sheqeri. E qartë. Po. Dhe kjo për çfarë shërben pastaj? Kjo shërben, do më thënë, shurupi sheqerit është një nga ingredientet kryesor për pothuajse të 85% koktejleve. Pastaj është lëngu limonit që është primar, që unë lëngu limonit do ta realizoj tu tani direkt, të freskët. Këto të dy janë ingredientet që shoqërojnë, sepse koktejlet quhen sweet edhe sour. Që do të thotë të ëmbël dhe të afërt. Edhe të afërt. Po. Mirë. Shërbeti shurupi sheqerit që ju keni realizuar, a është gjithashtu edhe më i shëndetshëm nëse e përftojnë vetë edhe nëse e bëjnë vetë dhe jo të hedhin sheqer? Patjetër, ka benefitet e veta, sepse ai shurupi cili e blen, do të thënë, nuk është aq, nuk e di se sa gramatur ka apo sa sheqer mund të jetë. Ai është, do të thënë, i rregull, është stativ. Do më thënë, nuk është asë shumë asa, kupton ka një formulë të pak. Nëse duan që të realizojnë të gjithë dhe koktejle dalin, do më thënë, më të shishëm dhe dalin në ngjyrë karameli. A mund të aprovojun atë? Patjetër. Unë do të bëj një, patjetër, tani do të bëj një espresso martini, sipas, do më thënë, mënyrës time të miksologjisë. Espresso martini. Po. Atëherë, shtoj makull. Besoj ka kafe brenda, patjetër. Po, patjetër. Espresso martini. Ka vodka, të thashë cilë mundet sa për por thyre. a sugjerohet për të konsumuar në paradite? Okej, kjo është një koktejl mbrëmje, le të themi. Do më dhe pas ushqimit, është një koktejl që mund të shoqërohet në një dark festive, në një event muzikore, cili mund të kalosh natën me të eqet, edhe për gjithë dashuruesit e kafes, sepse 80% e popullsisë është... Po, se ka dhe nga ta që mund të konsumojnë kafe në orët e vonat të mbrëmjes, dhe në base një espresso martini mund tjetë... Patjetër, është shumë efektiv. Dhe, sepse e baret, pas orës 8, pothuajse të gjitha i mbyllin ekspreset. Dhe një zgjidhje kryesore për gjithë klientët është një espresso martini. Ja, këtë nuk e kisha menduar dhe nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë, por më vjen mirë që tek ejat e ne, ju adham edhe një këshill për gjithë ata që duan të konsumojnë një ekspres në orët e vona të mbrëmjes, edhe nëse bari është i mbyllur, mos harroni, porosisni një espresso martini, sepse është sigurt që do t'ju vijë. Dhe të paktën e keni atë kafeinën edhe kafen që ju doni të merrni. Mirë, do të nisim Orgito? Okej, nisim në një shaker. Po.
bazik, marrim akull. Do të shtojmë një mas rreth 30 ml nga kafe ekspresi. Duhet ta kemi me patjetër edhe një matës të tillë? Po, patjetër, domethënë ne profesionistët përdorim mësyrin. Po, për gjithë ata të cilët janë fillestar, mund të përdorin një kështu. Atëherë, kafe është liker kafe ose kalua. Po. Edhe kështu 30 ml. Gjithmonë duhet në bar është diçka primare, pasërtia. Çdo ingredient që përdoret duhet shkojë në vendin e vet, sepse krijohet një rrëmujë e madhe, e cila është domethënë të sjell pengesa. Po pa vodka, mund të pa alkool, mund të dhe pa alkool, por pjesa është pjesa e kaluas, e cila më duket se ka një përqindje të vogël. Atëherë unë do të përdor vetëm pak. Thjesht sa domethënë për të treguar, po, patjetër. Sa për të treguar rregullon dhe neutralizon thjesht është domethënë të bie në një gjë më si domethënë në shërben si thyes kafe, i cili nuk është domethënë kafja ka atë shijen e fortë dhe shurupi i sheqerit në bashkëpunim me vodkën sjellin diçka fine për të shijuar. Ta provojmë, ta shijojmë, të hedhim likerin. Ky është cili unë e kam përgatitur, 15 ml. Edhe 10 ml, me që ky është pak i trash. A ke ndonjë recetë të tënden që të koktejlit në barin ku unë kam punuar, po, është një recetë. Ka marrë emrin në lokale, Dom Pepe, është një koktejl i cili ka qenë më i marrë nga klientët, sepse bëshin kurioz, duam koktejlin e shtëpisë, edhe të gjithë ka ngel të kënaqur. Që të gjithë. Eksperimenton shpesh? Po, sepse miksolog, ne ndryshe qumë dhe miksolog. Bari ka të edhe me miksologjinë dhe patjetër që ne eksplorojmë. Ne ndërthurim shijen, shohim domethënë cila shkon me njëra tjetrën dhe pse jo në moment që ne e provojmë, atëherë ajo na pëlqen, marrim sugjerime dhe e nxjerrim në treg, patjetër. Sigurohemi që shekeri është i mbyllur fort. Ky procesi i trazimit apo i shekerimit në gjuhën e baristëve duket si një lojë në fakt, por është besoj puna më e rëndësishme që bëni, është një pjesë e teknikës së rëndësishme? Po, shekerimi është një kyç, le të themi, në koktejle, sepse duhet të sigurohemi që shekeri është i veshur në avull. Në moment që shekeri është i veshur në avull, do më thënë akulli ka vepruar eksakt si duhet me ingredientët. Dhe është gati. Do të mbajmë këtë barnin tonë të hapur, besoj në një pjesë të mirë të ditëve. Do të këshillohem edhe me autoren, me Evën, se me gjithë këto këshilla që po marrë tani, besoj që mund t'ja dajë. Qose shikon është si krem. Po duket si kur dominon ende ekspresja, sepse kjo ishe e qëllimirin. Po, kjo ngjyra kafe dhe por, sekreti është shkuma sipër. Nuk duhet as në mas të madhe dhe as në mas të vogël. Për dekorim, vendosim disa kafe këtu. Ja, të vendosim këto në lërë të tillë që... Atëre, si që duket nga pamja. Pjesa e shkumës tu, sepse si që edhe kafe normale që e blenë që e do me shkum, që janë kohë një shqiptare që është. Dhe në moment që shkuma këtu, do të regon që kjo është një koktejl i mirë. Qose shkuma do ishte 0, ose qose do ishte shumë e madhe... Pra, treguesi i shkumës së kafes në këtë rast, është vetëm për këtë koktejl, apo edhe për koktejlet të tjera? Se kam parë që edhe koktejlet të tjera Po, edhe koktejlet të tjera ka shumë, por kur është në mas të shumët, atëre nuk është, në më dhënë diçka që nuk është në duhur, le të themi. Ta provojmë? Pa tjetër, të bëft mirë. Aromën e ka aromë kafeja. Po, aromë kafeja. Po.
Wow, shumë e mirë. Unë s'kisha provuar ndonjëherë espresso martini, po që ka shumë e mirë, pas ka një ëmbëlsi shumë të mirë, dhe nuk ndjehet alkooli, jo? Jo, nuk ndjehet, sepse unë nuk e kam fort për zemër shijen e alkoolit në pije, dhe në fakt nuk ta përdora shumë, po pikërisht. Dhe ndjehet në shije shumë të mirë, sepse shërben shurupi cili është i përgatitur vetë. Dhe tu është sekreti. Në base këtë ëmbëlsin ja jep shurupi? Po, shurupi e jep. Shurupi pa tjetë edhe kalua e cila ka ato ingredientet edhe për shpërvarës. Mirë, e shishme, do të lë këtu e ndërko do vjojmë të realizojmë një tjetër koktejl, do të bëjmë shpar. A ke nevoj të pastroj diçka, apo të hejt diçka, apo? Ja, si rregulleve. Ti e mësuar me këtë rëmujën e bukur të këndit tëndë. Rëmuja e bukur është sepse je shoqëruar tërkohë nga njerëz të rinj, je shoqëruar nga muzika, e cila do të kush është ai që nuk donte të punonte në muzikë. Ka lodhjen e vetë, absolutisht, nuk diskutohet, por e rëndësishmja është që je në njerëz, je në humor, ka dhe mërzitjet, as diskutohet. Do të vjojmë me? Atere, do të bëjmë një kolada Virgin Rainbow. Çfarë do ta nevojitet? A ka shumë alkool apo jo? Jo, është Virgin, do më thënë është koktejl pa alkool. Qartë, okej. Atere, për kolada Virgin, kolada do më thënë vjen nga pjesa e ananas, cilë është lëngu i përgatitur, është ananas. Pra, me lëngë ananasit të gatshëm. Ananas, banane. Po. Dhe pakërisht do të pëndërorim dhe kokonatin. Okej. Atëherë, vazhdojmë. Kokosin. Kokosin, po. Atëherë, ananasit dhe bananen i ke miksuar bashk? Po, kjo është e miksuar. Do më thënë, është e gatshme, pak fjallë. Shumë mirë. Okej. Vendosim. Gjithmonë, baza është që duhet të mbushim shekerin. Të ndihmoj unë me të ta vendos pak. S'është problem. Që t'i hapim një çik vend edhe djemve, nuk e di nëse e keni mirë kështu, apo? Kështu do t'ishte më mirë. Eliri, do të më thuash si është plani yt më mirë. Mirë, mund ta marrësh ndërkohë, mund ta marrësh akullin. Po? Bukur. Kjo zhurma e akullit për hidhet në zhurmë karakteristike. Edhe nuk janë edhe temperaturat më aq favorshme sa ti bashkëduar këtu. Por sakrificat e punës. Sakrificat, patjetër. Këto ka puna. Atëherë, kolada Virgin, do të hedhim, në këtë rast nuk e përdora, sepse do të hedhim 60 ml me koladat të gatshëm. Dhe shtojmë lëngun e kokosit. Është lëngu e kokosit, është pure me të thënë drejtën. Një minutë. Pureja e kokosit. Ky është një koktejl pa alkool i ëmbël, sepse më ka rekomanduar shumë edhe pothuajse shumica e duan të ëmbël. Shtojmë pak elderflower, do të thënë aromë luleje, aromë freskët. Faleminderit për suportin. Ka edhe përmbajtje alkooli kjo? Jo, kjo është pa alkool. Është pa alkool. Aromën e ka shumë të mirë dhe ndjehet aroma e ananasit. Po, ajo është kryesore, kolada. Teknikat e shekerit janë disa. Unë përdor teknikën zigzag, sepse akulli shkon në rrjet dhe me puren e cila është trash, cila do ulluar, kombinohet më saktë. Koktejlin e tretë do më lejosh që ta realizoj unë me ndihmën tënde sigurisht. Patjetër. A dëshiron? Jo, atje të realizojmë një tjetër pastaj. Okej, patjetër. Vetëm nëse është mundur, sepse ti Okej, shohim që është në ngjyrë e bardhë. Po. Dhe na nevojitet ngjyrues blu. Për t'i dhënë ngjyrë, për t'i dhënë pra më klasë koktejlit apo? Në fund të gotës, po. Do më thënë edhe për shije, sepse kjo është portokall më shumë, por edhe bukuri, estetik, për estetik përdoret më tepër. Do të hedhim akullin në gotë. Po. Timi të kujdesshëm. Zakonisht, klientela kërkon koktejl që janë me shumë alkool, apo me pak? Atëherë varet sepse unë kam punuar më shumë me turistat huaj, edhe çfarë janë gjermanë, të cilët kërkojnë alkool, kërkojnë birrën, kërkojnë koktejle me birra. Ka koktejle me birra? Po, patjetër.
dhe më thënë kërkoj një lajm, nuk është se kanë diçka eksakte. Ka pas raste që vinë 3 veta, marrin një menu, edhe duan ta provojnë gjithë menun. Të huaj gjithmonë, Po, të huaj, sepse shqiptarët më shumë te vodka sour, të këto koktelet, më thënë që cilët edhe më klasik, po, që janë më klasik. edhe më të shpesh gjenden më shpesh. Atëherë, në nevojitet në këtë rast. Do ta kullojmë? Po, po. Do t'jemi të kujdesshëm që... Patjetër që ngjyra të ndahet. Sa bukur. Në këtë rast është ndarë ngjyra. Ja ke dalë? Po, deri në këtë moment. Sepse do të bëjmë një bashkëpunim tani me ngjyrën atëre. Do ta përzijem këtë? Po, do ta bëjmë një, sepse është thjesht ai do na ndihmoj. Do një ndihmues që mos të përzihet ngjyra me ngjyrë. Në këtë rast. Atëherë, pas ka vështirësi ky koktejl? Ka, sepse do që të zbresi lëngu me kujdes. Ja të ndihmoj, nëse ke nevojë, e vendos këtu. Ja dolëm. Nuk e dyshoja fare. Okej. Këtu të papastrat, nxjerrim në janë. Atëherë, për dekor... Shumë i bukur dhe shumë elegant ky koktejl. Po nuk ka mbaruar ende? Jo, sepse më duhet të shtoj dekor. Po. Duhet të përdor dardh. Po. Dhe? Patjetër, për ta vendosur në ngjyrën e kuqet, do të përdor sheg. Do të disa feta dardhe. Ashtu si në alkoliku është sepse ka raste që disa klientë kërkojnë që preferojnë të konsumojnë. Dhe në këtë rast, unë do t'i lej që të konsumohen, do t'i përgatis dhe do t'i vë sipër dhe për dekor, por që edhe personi gjatë konsumimi mund t'a konsumojnë. Po, edhe mund t'a Po, del diçka e bukur. Dardhën si frut. Shumë bukur. Këtë koktejlin që po shoh tani dhe që më pëlqen është kaq i bukur, kaq elegant, do t'a ruaj për Antonetën, kur t'a thras pastaj. Okej, për Antonetën, bëj përjashtim sepse kam përgatitur diçka tjetër. Për diçka tjetër, edhe më elegant. Edhe më elegant. Wow. Patjetër. Shumë mirë. Çfarë do të përgatisim pasi të përfundojmë edhe me këtë, ta shohim. Nuk kanë fund surprizat këtu në Eja të ne. Prandaj, Ejani çdo ditë në orën 10:30 në ekranin e RTS1 HD. Edhe do të keni mundësi të mësoni shumë, të merrni shumë prej këtij programi i cili vjen me të gjithë dashurinë e mundshme, përgatitur për të ardhur në shtëpiat tuaja. Edhe sheg. Po, patjetër. Një miksim frutash. Po, sepse dekori duhet përshtatur gjithmonë me ngjyrat që ka gota. Prandaj citova që në fillim që ne jemi artista të pashkruar. Po mirë, a kombinoni edhe frutat e stinës? A ju bën shpeshherë edhe frutat e stinës pjesë e të gjithë realizimeve tuaja? Po thuajse të gjitha frutat ne na bëjmë punë. Pa diskutim. Qofshin ato stinore, qofshin ato jo stinore. Dhe ku ka më mirë, se... Po. Ky është një kolada virgjin. Edhe sigurisht që të fton për ta provuar, por unë nuk dua ta prish shijen që kam edhe ta ngadarroj me atë të ekspresit, ndaj do ta lë kështu. Që ju ta shikoni edhe të zilepseni për ta bërë në shtëpia tuaja. Keni kohë. Mirë, do të bëjmë tjetër? Atëherë unë do të bëj të preferuarin e Antonetës. Po. Por nuk na nevojitën sheker, ky është fati joti keq, nuk do shekerosh sot, por do bësh diçka tjetër. Po pse? Po unë doja të mësoja shekerimin, e kuptova pse nuk do ta bësh këtë tani, sepse ti nuk do që unë të të vjedh zanatin. Do bësh diçka tjetër. Ne do të përdorim kiwi të freskët. Po. Një koktejl me kiwi. Po, dhe gjin. Është me apo pa alkohol? Me alkohol. Me pak alkohol, si gjithmonë, sepse... Po cila është ajo pije me alkohol që mund të marrim ne në shtëpiat tona për të realizuar një koktejl, ndoshta edhe modestë, se nuk pretendojmë që mbase ne të gjithë të mund të realizojmë çdo gjë që ju dini dhe që sugjeroni, po të paktën
të mundohemi. Varet nga preferenca, sepse në qoftë se ti preferon bazë vodke ose bazë gjini. Po për shembull vodkan, e zëvendëson rakia? Jo, nuk e zëvendëson, as pak. Sepse rakia është e fortë, siç e thon ta, dhe të lë një shije të hidhur në gojë. Patjetër, vodka është e pa zëvendësueshme. Okej. Pra do ishte Në mirë gjitha të rastet. kishim. Por a ka koktejle të cilat mund të realizohen edhe me këto pijet tradicionale që ne kemi? Po, janë disa koktejle që realizohen ka me raki, me verë, koktejle me verë, ka, domethënë, me pije tradicionale, pa diskutim, ka. Dhe Besoj që kërkohen nga të huajt? kërkohen, por të huajt më shumë janë në klasik. Janë në koktejlet klasike, sesa në këto, pak janë në modern, më dhënë grupë moshat e reja, ndërsa, po le të themi pas klientët cilët janë mbi 27, 30, edhe më sipër, më shumë janë dhe koktejlet klasike, pina colada, mojito, margarita. Mirë, ne po presim tani kivin. Kivin. Okej, po e qërojmë. Kivin. Po e qërojmë, po e bëjmë gati. Për të sjellë një tjetër koktejl që do t'jetë ai i Antonetës. I ke vënë një emër këtij koktejli? Atëre ky është green nga jeshile që thonë jeshile. Green? Green gin. Tani duhet ta titullosh, nuk e di, koktejli Antonet. Okej. Duhet t'i gjesh patjetër një Anto koktejli. Anto koktejli. Uroj shumë që t'i pëlqej edhe Antonetës. Ja, hapim pak vend Okej, një minutë. Edhe për të... Pa diskutim. Atëherë na duhet një gjysmë kivi. Po, të cilën e kemi prerë. Të cilën e kemi, është e prerë, por nuk është problem të prihet shumë, sepse do të shtypet nga shkopi. Mirë. Na duhet pak elderflower, për aromë të freskët dhe lule. E në pësi për të thashën e rreth 10 ml. Po. Ne maestrot si që shumë vetën, me sy. Kemi syrë më mirë nga ato. Na duhet gjin. Po. Për shkak se nuk do të përdorë. Ti nuk do t'i hedhë shumë, sepse ne jemi në orar të punës. Nuk do të përdorë në orar të punës. Është kuptueshme, por për të gjithë ata që dëshirojnë ti edhin gjin, mbrëmjeve, jo më shumë. Patjetër, jo më shumë nga 60 ml. Jo më shumë si 60. Jo më shumë sepse... Çfarë ndodh nëse hedh më shumë si 60 ml? Apo nëse shton alkoolin? Thjesht bëhet pak më i fortë edhe kivi humb atë forcinë e vet. Po, a ndodh që nëse një përbërës ne mund ta hedhim në një masë disi më të lartë, a mund të ndodh që të prish më pas të gjithë do të përdorim, po. E prish sepse fruti ka atë shijen e vet dhe ndel jashtë, domethënë jashtë aromës së frutit. Pra duhet të lidhen mirë me njëra. Po, duhet të lidhen mirë patjetër, sepse tish ashtu të gjithë do ishin bërë, po thjesht duhet të lidhur me patjetër. Do përdorim rrush të bardhë. Dhe Okej. Faleminderit. Pasi kemi hedhur rrushin e bardhë, do të bëjmë një gjysmë limon ose lajm më mirë. Se në rastin Antonetës. Si lajm dhe jo limon? Atëre, lajmi është, limoni ka aftësinë e vet. Lajmi vjen si më ka një ëmbëlsirë pak më tepër dhe përdoret më shumë në pjesën e kokteleve. Përshtatet më shumë në këtë. Përshtatet, është më i përshtatshëm për të gjitha. Tash ta mundsoj këtë gotën deri në të shpik jemi tani. Kemi bërë një miksim të kivit. Kivi, rrushi bardhë, rrushi të bardhë, lajmit dhe gjinit. Edhe gjinit. Lajm dhe gjin. Okej, alërim në të dhe? Jepim. Tjetër. Tani do të bëjmë edhe... Shtrydhjen e limonit. Shtrydhjen e lajmit. Po. Sikur se tham, duhet jemi të kujdesshëm që të mos... që mos të kalojnë... Jeti pastër pra lëngu, të mos ketë pa pastërti të mbetjeve të limonit apo edhe të lajmit. Po. Po. Dhe? Atëre, duhet i shtypim në shkopin si shtash. Mirë, dhe ndërkohë që
jemi në fund të këtij procesi edhe kemi dhënë 3 sugjerime shumë të mira për atë çfarë ju mund t'i bëni në mbrëmjet tuaja. Do doja shumë që këtë koktelin e fundit që ne e quajtëm Anto, koktejl, të vi ta provoj edhe Antoneta. Antoneta, bari ynë është i hapur edhe për ty. Dëgjova që po festonit juve këtu. Mirë se erdhe. Dhe unë ndrova që ti përshtatem atmosferës. Po duket shumë bukur. Kam përshtypjen që po festojmë për fillimin për sezonin e ri të Jetë e Ne. Apo festojmë për një super javë transmetimi edhe për një program të pasur i cili ka ardhur çdo ditë në shtëpiat tuaja. Pra do bëjmë gëzuar, do bëjmë një dolli sot për Jetë e Ne me këtë rast. Dhe më kishit përgatitur një koktejl për mua, veçanërisht. Anto, ta dini të quhet pëlqeu Anto. Po, më pëlqeu. Super. Shumë thrasë. Është gati? Po, jemi pothuajse drejt fazës së përfundimit, pasi më dhënë këto janë për zier, po do shohësh, të do të kullohen. E përfundim atëherë hedhim po në gotë? Dhe mbushim gotën me akull. Po afrohem unë që ta marrë direkt. Evituam përdorimin e alkoolit të tepërt në koktelin tënd. Se kemi hapësirë atyra në vazhdim edhe. Dhe. Se po na shpëton ndonjë fjalë pastaj. Në këtë moment marrim vetëm langun. Duhet të kulloj. Nuk ka gjë dhe por shkitin do i qik tull. Sepse, jo, nuk është problem, sepse ato është më e mirë tulli normal, as diskutohet, por unë do mundon të jem sa më i kujdesshëm, që të përftojmë gjithë masën e alkoolit të cilin kemi hedhur dhe sepse pak kemi hedhur dhe po mos një përftojmë barist i mirë, po thosh Shërgito pak më parë, që është ai i cili e lë gotën e tij të jetë e pastër, e kulluar pa asnjë papastërti, por ne le t'i thyejmë edhe rregullat këtu, nuk ka asnjë problem. Sepse ky është një bar Tani ka dalë moda provizor. që i bëjnë edhe pis gotat. Keni parë disa video në rrjetet sociale? Jo. Që i lën kështu të çrregullta mundësisht të derdhet koktejli anash gotës. Sepse Kam parë me krip, pra koktejlet ndryshme shoqëruara me krip apo sheqer, po. Po, janë disa koktejle të cilat unë i përdor, i cili, domethënë, do ke shko ti bësh sërish gjatë gjithë sezonit këtu, do sjellim sugjerimet ndryshme. Siç është buza e gotës, bëhet me sheqer dhe me një shurup. Po e marrë Me një dhe shurup. Espresso martini. Po. Unë po, kisha nevojë për pak dozë kafeine. Sa fat që ke, moj Antoneta, sa fat që ke. Po paraprinë hapësirën që do të kemi pastaj. Okej. Sa fat. Ky është koktejli juaj. Faleminderit. Për da? Të lumshin duart. Të lumshin duart. Faleminderit. Provoj një herë, të pëlqen? Po unë do ta pik kështu pa pips. Këpi do të pa pips Nuk e kemi menduar këtë. Do zhulepsem. Jo, nuk do të bësh pis. Mirë, mund ta shijojmë edhe pastaj. Jo, do ta provoj unë këtë, do ta provoj patjetër gëzuar një herë. Gëzuar. Pa qenë suksese në këtë sezon. Faleminderit, të lumshin duart. Gëzuar për të gjithë. Këto ishin sugjerimet e koktejleve. Është... Mi Antoneta? Ishishme, jo do ta marr tani, duhet shkosh të bëhesh gati për rubrikën e radhës. Këtë do ta ruaj e do ta pish pastaj. Megjithatë unë do kaloj, faleminderit. Ishit shumë të mirë këtë